këto janë vetëm një pjesë. Çdo ditë ne do u paraqesim shqiptarëve me betimin solem se kur këto zgjedhje nuk do pranohen. Me besimin e plot se sot ka shqiptar të dëshpëruar, sot ka shqiptar të zemruar, sot ka shqiptar të zhgënjur, por sot përsëri ka 10 mijëra shqiptar të gatshëm të luftojnë për votën e lirë. Dhe kjo luftë do fillojë. Kjo të mos kujtoj kushkur se një kriminal si Edi Rama, një kryehajdut i këtij kombi si Edi Rama, një kryebandit i këtij kombi si Edi Rama, do mund të imponoj këto rezultate njerëzve të lirë të Shqipërisë, atyre që i besojnë lirisë. Dhe këto janë vetëm fillimi. Edhe njëru them shqiptarëve, durim se ne kemi dokumentat. Ne kemi bërë gjithçka për të mbikëqyrë votën tuaj. Ne natyrisht me Kalashnikov votë nuk mbrojmë. Por tani lufta fillon. Ne nuk pranojmë kurrë zgjedhje të tilla. Nuk pranojmë kurrë një rezultat të tillë. Kemi, thash edhe një herë, çdo ditë këtu do njihi. Ka farsë më të turshme se kjo. U sjell dhe të tjera, do sjell prapë. Shqiptarë do mësojnë, diaspora do mësojnë se çfarë kanë bërë. Horrat e narkoshtetit me votën e tyre, me votimin e tyre. Dhe natyrisht duhet krijohet një front i përbashkët në Shqipëri dhe diasporë. Ky regjim duhet luftohet në çdo skaj të këtij vendi dhe në çdo skaj të botës. Ky regjim po shtron shqiptarët si një pushtues i egër. Ata që mendojnë se mund të u imponojnë një farsë të tillë shqiptarëve gabohen rënd. Jo. Ne jemi këtu për ta dokumentuar atë, por ne do qëndrojmë me çdo shpim për të vërtetën dhe mbrojtjen e saj.